Është mbajtur këtë martë mesha e salikimit dhe lamtomira e fundit për IPEzhin e Sapës, Imzo Simon Kulli, besimtar të shumë të zonës, klerik, autoritet vendor ishin pranishëm në katedralen në Tereza në Vauides. Mesha e cila u transmetua drejt për drejt në televizion Rezafa, u udhëhoq nga presidenti i konferencës IPEzhnore, Imzo Gjergj Meta, i cili tha se secili prej nesh e ka një kujtim me Imzo Simon Kullin. Sikur ti ishe këtu, sikur kishte ndodhur ndryshe. Pse o Zot ka qiri? Pse në këtë dioqezë e cila brenda pak vitesh humb një bari tjetër në moshë të re, pse pikërisht tani? E shumë pyetje të tjera që ndoshta na mundojnë të gjithëve. Por tek e fundit janë të gjitha arsyetimet tona. Janë të gjitha pyetje që vinë nga ne. Në këtë pjesë të ungjillit të Gjonit është edhe një personazh tjetër. Maria, motra tjetër, ajo që kishte zgjedhur pjesën më të mirë dhe që nuk flet asnjë fjalë, sikurse edhe ne që mbeten pa fjalë për lajmin e hidhur. Ajo e dinte se vetëm takimi me Krishtin e heq perden e territ që i kishte mbuluar me vdekjen e vllajt. Edhe neve do të na heq atë perde vetëm takimi me Krishtin. Derisa kjo të ndodhë për secilin prej nesh, do të kemi durimin të presim, të zgjedhim pjesën më të mirë, të kundrojmë Krishtin dhe të rrimë zgjuar në lutje. Në letrin e tij drejtuar Kolosianëve, Shën Pali thotë se jeta jonë është e fshehur me Krishtin në hyrje. E kur të duket Krishti jeta jonë, atëherë dhe ne bashkë me të do të shfaqemi plot lagdi. Të gjithë ne e kemi njohur Zot Simonin. Kush më shumë e kush më pak. Dikush duke jetuar me të një jetë të tanë, e dikush duke bërë pak udhë me të. Secili prej nesh e ka një kujtim me të që mund ta tregonte sot. Ti mbajmë ato kujtime në zemrat tona. Këtë ditë, ndërsa vizitoja me një meshtar që ka jetuar e punuar me Zot Simonin, e pyeta se çfarë do të mbante mend prej tij. Ai më përgjigj: "Dëm Gjergj, Monsinjor Simoni nuk ka folur për dashurinë, ai ka folur në dashuri. Nuk ka folur për dijen dhe urtin, ka folur në dije dhe në urti." Po, kjo e bën të veçantë Simonin. Ai nuk ishte njeriu i fjalëve të mëdha e të stërholluar, por ishte njeriu i veprimit, i thellë të gjanave. U shkonte gjanave drejt në esencë, sikur i vinin nga brendia më e brendshme e jetës tij, nga ajo pjesë që Majster Eckhart e quante pjesa më e thellë e jona. Ajo pikë që nuk është e prekur nga koha, nuk është e trupulluar nga emocioni, nuk është e plagosur nga kujtesa dhe nuk mbërrihet as nga mendimet. Është një pikë e padukshme, e heshtur, por reale, sikurse flaka që digjet pa u konsumuar. Në fjalët e atij meshtari e gjetet përshkruar më së miri portretin e Zot Simonit. Ai i jetonte gjërat më shumë se sa i thoshte ato. Kishte të theksuar empatinë, e nevojshme për të qenë një bari i mirë. Jetonte me dhembjen e me gëzimin e tjetrit. E këtë e tregonte sa herë shihet duke luajtur me trit, duke ecur në biçikletë në tokë, duke qëndruar mes njerëzve me aftësi ndryshe, duke u kujdesur për të varfrit, duke kaluar kohën me fëmijët. Imzo Simon Kulli u nda nga jeta me 29 nëntor në moshën 52 vjeçare si shkak një arresti kardiak. Në vitin 2002, Dom Simoni u emërua kancelar dioqezan i Sapës, prej vitit 2006 e deri në ditën e sotme ushtron detyrën e fëmijëtarit të katedrales Shën Tereza Kalkutës në Vauides.